Të nderuar qytetar, buxheti për arsimin dhe shkencën që paraqiti qeveria për vitin 2026 tregon atë çka ka njoftuar prej herësh e prej vitesh Partia Demokratike, se arsimi parauniversitar, arsimi i lartë dhe kërkimi shkencor nuk konsiderohen prioritete të zhvillimit të vendit nga kjo qeveri. Ndërmjet financimit të arsimit dhe të edukimit dhe financimit të koncesioneve të oligarkëve, qeveria zgjodhi këtë të dytën, oligarkët dhe klientët e saj. Buxheti për arsimin dhe shkencën në masën 2.53% të prodhimit të brendshëm bruto nuk përputhet me rëndësinë strategjike të këtij sektori jetik, as me nevojat urgjente të adresuara nga institucionet ndërkombëtare, as me ndalimin dhe krizën që ka kapluar këtë sistem të tërë. Kujtojmë se vlerësimet e fundit ndërkombëtare si PISA treguan rënien alarmante të nivelit të nxënësve tanë, ndërkaq universitetet tona nuk përmbushin indikatorë të cilësisë për t'u listuar në rankime ndërkombëtare. Ligjërimi përdorur në ato që qeveria e konsideron prioritete të periudhës 2026-2028 në arsim tregon për papërgjegjshmërinë e saj për këtë fushë me rëndësi përcaktuese për sot dhe të ardhmen e vendit. Flitet në mënyrë të përgjithshme pas një të dhënë statistikore për probleme të rënda të sistemit parauniversitar që kanë ardhur duke përkeqësuar vit pas viti, si për shembull rritja e numrit të fëmijëve që ndjekin arsimin parashkollor apo reduktimi i numrit të klasave kolektive në arsimin parauniversitar. Pretendohet të rritet numri i nxënësve që mbarojnë arsimin e detyruar për të shkuar në shkollë të mesme, ndërkohë që mbeten 16% e nxënësve minoren 15 vjeçar jashtë këtij sistemi. Minoren të pambrojtur ndaj papunësisë, varfërisë dhe marginalizimit social objektiv. Politika këto që nuk na afrojnë as pak me antarësimin në BE, por na largojnë. Me këtë financim, arsimi parauniversitar do të vijojë me pamundësitë e zhvillimit të cilësisë së shërbimit. Arsimi profesional do të vijojë të mos përmbush rolin dhe funksionet e tij. Arsimi i lartë do të vijojë me problemet për ta zhvilluar këtë të mirë publike. Studiuesit do të vijojnë të sfidohen në veprimtaritë e tyre kërkimore, sepse buxheti nga qeveria është vetëm 0.06% i prodhimit të brendshëm bruto. Një buxhet i pakrahasueshëm me atë të vendeve të Bashkimit Evropian dhe shumë i ulët krahasuar me vendet e rajonit. Nxënësit dhe studentët do të vijojnë të përballen me vështirësi të panumërta të shkollimit dhe me ofertën arsimore më të ulët në rajon dhe më gjerë. Mësuesit, pedagogët dhe kërkuesit do të vijojnë të kenë statusin profesional dhe financiar më të ulët në vend dhe më gjerë. Është e qartë se me financimin prej 2.5% të prodhimit të brendshëm bruto, gati 10 herë më të ulët se vendet e OECD-s dhe të BE-s, qeveria nuk ka asnjë objektiv për ta nxjerrë arsimin nga gremina dhe të ndërmarrë reforma reale të standardeve europiane. Prej 13 vitesh, kryeministri Rama mashtron shqiptarët për buxhetim të arsimit dhe kërkimit me 5% të prodhimit të brendshëm bruto dhe sot jemi ende larg me vlerën e buxhetimit të qeverisjes së periudhës së Partisë Demokratike. Prej 13 vitesh rinia emigron për të studiuar dhe punuar jashtë vendit duke lënë bosh auditorët, ndërsa qeveria mbyll syt para plagës kombëtare të shpopullimit. Në buxhetin 2026 nuk ka asnjë plan dhe asnjë zë për të kthyer të rinjt në AD, ndërsa vijon të gënjej hapur kryeministri dhe qeveria për mbështetjen me bursa të studentëve që ndjekin degët e studimeve prioritare. Arsimi është pasuria më e madhe e shoqërisë me fuqinë transformuese më të madhe dhe të pakrahasueshme me çdo investim tjetër, dhe qeveria duhet ta kishte këtë prioritet. Por ky buxhet dëshmon vazhdimsinë e një politike që nuk e njeh dijen si investim kombëtar. Faleminderit.